Kriza e vërtet e ekonomisë shqiptare është kriza e familjes. Është kriza e faktit që familjet shqiptare nuk përballojnë dot jetesën, është kosto e jetesës, janë çmimet e rritura. Një person për të jetuar në qytetin e Tiranës i duan 46.000 lekë të reja për shpenzime jetese, për shportën, për çdo lloj shpenzimi tjetër për jashtuar shtëpinë, ndërkohë që një familje me 2 fëmijë, familje e vogël, i duen 87.000 lekë të reja. A mundet dot një familje e cila merr 2 paga minimale të jetojë në qytetin e Tiranës me këto shpenzime të rritura, me këto çmime të rritura? Sigurisht që jo. Rritja e çmimeve është kthyer në sfidën e mbijetesës familjeve, është kthyer edhe në faktin që sot nuk po krijojnë dot të rrit një familje, sepse i duhet 19 vite të blejnë një apartament e i duhen shpenzime pafund për të jetuar. Po si ndryshohet kjo? Kjo ndryshohet me një model tjetër ekonomik, me një model ekonomik i cili mbështet e promovon punën, me një strukturë taksash të thjeshtë, e cila nuk i bie në qafë shtresës së mesme, por nga ana tjetër dhe me rritjen e konkurrencës, sepse sistemi është i përqendruar në pakduar e nuk i lejon çmimet të ulet, nuk e lejon familjen shqiptare të jetojë, po e vendos atë në kushte mbijetese. Ky model ekonomik duhet ndryshojë.